Dhe këtu ka ende çështje për të diskutuar dhe me sa shikohet, megjithëse kemi një armpushim 2 javor, përsëri kemi probleme në përqasjen e këtij armpushimi dhe pastaj realizimin e një paqe të qëndrueshme që pritet të jetë edhe garantuar. Kështu që në këto kushte shikohet se deri ku do shkohet dhe cilat do të jenë edhe përfitimet dhe interesat e palëve, se edhe kjo duhet marrë në konsiderat, pavarësisht se palët, veçanërisht edhe Bashkurat e Amerikës, por dhe Izraeli nga ana e tij, por edhe Irani nga ana tjetër, kanë deklaruar se kanë dalë fitues nga kjo luftë, nga kjo situatë rreth 40 ditë luftë midis tyre, prapse kushtet e vendosura, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ende nuk janë realizuar nga ana e Iranit, që kanë të bëjnë me lirimin e ngushticës së Hormuzit, që ka dalë primare tashmë, edhe ndërkohë që Irani të heq dorë një herë përgjithmonë nga armatimi bërthamor, nga përgatitja e armës bërthamore, së dyti që të heq dorë ose të reduktoj raketat balistike dhe çdo armë tjetër balistike që kërcënon sigurinë në lindjen e mesme, por edhe më gjerë, dhe së treti të mos ndihmoj proksit e veta që veprojnë në rajonin e lindjes mesme dhe për të mos goditur Izraelin në këtë rast, pra për ta lënë qetësisht në zhvillimet e veta Izraelin, por dhe rajonin lindjes mesme në tërësi. Ndërkohë që është hequr pika e ndryshimeve demokratike brenda Iranit, sepse me sa duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po mund ta realizojnë këtë pikë së bashku me Izraelin, por po shikojnë mundësinë e bashkëpunimit me Iranin për zhvillime të mëtejshme. Ndërkohë që Irani ka kërkesat e veta në këtë drejtim, që janë pasurimi i uraniumit për çështje civile, pra jo për armë bërthamore, thot Irani, po për çështje civile, por këtu pastaj do shikohet se deri ku do shkohet, sepse Irani gjithmonë ka pas pretendime të tilla, por nga ana tjetër ka synuar përgatitjen e armës bërthamore. Së dyti nuk kërkon kufizime për armatime balistike, sepse kërkon të ketë armë balistike të mjaftueshme për të mbrojtur, dhe së treti që kërkon heqjen e sanksioneve dhe dëm shpërblime për luftën dhe dëmet e shkaktuara në Iran, që kërkon mundësisht të kompensoj edhe me disa tarifa lundrimi në ngushticën e Hormuzit, por që në fakt kjo nuk pranohet qoftë nga ligjet ndërkombëtare, qoftë edhe nga marrëdhëniet midis vendeve që janë në ngushticën e Hormuzit dhe nga vendet e Gjirit Persik. Kështu që palët do t'i afrojnë negociatave sipas interesave të tyre dhe do shikojmë se deri ku do të shkojë. Por mendoj që është një hap i mirë që negociatat diplomatike i kanë zënë vend fjalës së armëve dhe po shkohet drejt një zgjidhje politike për situatën e krijuar në Iran, por edhe në Liban. Ambasador, më vjen mirë që gjatë analizës tënde vure theksin edhe tek procedurat që ndiqen zakonisht për vendime kaq të rëndësishme siç është dalja nga aleanca e NATO-s. Duhet kalojë nëpërmjet Senatit, duhet votohet atje edhe më tej ta aprovohet diçka e tillë, se shpeshherë në komunikimin e përditshëm duket se ja lëm çdo atribut presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra me një të rënd lapsit si shtemi ne rëndom mund të dalë apo të hyjë në aleancë, nuk është as pak kështu. Edhe të falenderoj që i vure theksin diçka e tillë. Unë doja të të pyesja për elementet që mundsuan këtë marrëveshje, ambasador. Pakistani, Kina, gjithashtu, por edhe element të tjerë. Si mundun ata që të bindin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë interesash, le të themi, derivojnë nga kjo marrëveshje dhe a çon ajo drejt rrugës së zgjidhjes së konfliktit, pra për marrëveshje fjalë pushimit luftës, megjithëse është tamam luftë? Jo, normalisht kemi të bëjmë me një pushim të veprimeve ushtarake në teren, dhe prandaj është marrë dhe armpushimi për një periudhë 2 javore, por natyrisht gjatë kësaj periudhe po bëhen tentativa për të arritur një paqe të qëndrueshme dhe ajo që është më e rëndësishme të garantuar, në mënyrë që veprimet ushtarake të mos rifillojnë përsëri.
Por si dihet, në fillimet e armpushimit ka gjithmonë brishtësi, sepse një veprim i pamatur, një veprim aksidental mund të çojë në problematika të tjera dhe në rifillimin e veprimeve ushtarake. Kështu që kjo do të shikohet se si do të menaxhohet nga ekipet diplomatike tashmë. Dhe derisa shkon zëvendës presidenti J.D. Vance në krye delegacionit amerikan, dhe nga ana tjetër pritet që kundërparti i tij iranian të jetë kryetari i parlamentit të Iranit, një figurë po e fuqishme në skakierën hierarkike të Iranit, por është edhe disi radikale në qëndrimet e veta që kanë mbajtur kohët e fundit. Megjithatë, niveli është shumë i lartë në këto negociata dhe e rëndësishme është që negociatat janë të drejtë për drejta, pavarësisht se Pakistani losë rolin e ndërmjetën. Kështu që në këto kushte vendimarrja kërkohet për një paqe të qëndrueshme dhe të garantuar nga të dy. Mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës erdhën në këtë konkluzion mbasi i kishin hyrë kësaj lufte për një periudhë jo afatgjatë. Madje ata kërkonin të mos angazhonin edhe trupa në terren, por vetëm nëpërmjet veprimeve ushtarake nga ajri, nga deti edhe nëpërmjet pa pranin e trupave në terren. Edhe kjo ishte e rëndësishme, sepse pastaj nëse do të futeshin trupa në terren, konflikti do të përshkallëzohej. Dhe këtu kemi dhe rastin e dy pilotëve të rëzuar së fundmi nga një avion luftarak amerikan që palët bën të pamundurën për t'i marrë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës ja doli, fal eksperiencave dhe përgatitjeve që kanë në këtë drejtim, sepse çdo lloj pranie e trupave çon pastaj në angazhime të tjera dhe në përshkallëzime të luftës. Kështu që mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës hynë vetëm për një periudhë të caktuar veprimeve ushtarake. Nga ana tjetër, ajo që i tronditi Shtetet Bashkuara të Amerikës mendoj që kanë qenë tronditja e tregjeve ndërkombëtare, financiare, të komoditeteve, por veçanërisht të hidrokarbureve. Ngritja e çmimeve në hidrokarbure për shkak të ngushticës së Hormuzit, bllokimit ngushticës së Hormuzit dhe reflektimi pastaj në të gjitha llojet e tregtive që bëheshin ndërkombëtare dhe në bursat financiare, e tronditi Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht këto çmime të ngritura u ndjen dhe në tregun amerikan, ndaj dhe presidenti Trump i ndjeshëm në fushën financiare me filozofinë e një sipërmarrësi, e një aksioneri, e një tregtari, do thosha unë, është i ndjeshëm në tregjet financiare dhe për një herë këtu u alertua shumë. Ndaj dhe filloi të ndërmarr hapa që të ndërpriteshin veprimet ushtarake në terren, sepse bota po kalonte në një krizë financiare dhe ekonomike, mbasi fusha e hidrokarbureve përveç se është një element shumë i rëndësishëm në fushën e sigurisë, është një element dominues në fushën financiare dhe ekonomike. Kjo e bëri presidentin Trump ta mendoj mirë, besoj unë, dhe të shikoj mundësinë e daljes nga lufta, duke qenë se i realizoi një pjesë të objektivave të veta që ndërmori për ndërhyrjen e luftës, siç ishte goditja e bazave të përpunimit të uraniumit, natyrisht detyrimi i Iranit që të mos të largohet planeve të veta për prodhimin e armës bërthamore, edhe natyrisht i reduktoi në maksimum edhe armët balistike që ishin kërcënim për Izraelin. Ndërsa Izraeli u mor kryesisht me goditjen e elitës politike dhe ushtarake të Iranit, dhe nga ana tjetër edhe me Hezbollahun, ku është i përqendruar tashmë. Kështu që në këto kushte mendoj që këto objektiva të rëndësishme janë realizuar nga të dy palët në luftime, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli.